Do me thonë që ky lloj është sobri, është spec hibrid, që prodhon mirë, po prodhimi që tina që është kaq i madh, është se nuk e bojnë me plehra kimike, krejt është me pleh organik, është me qatë plehin e këpurllav që e shfrytëzojmë, është dora e funit përafërsisht. S'po tham e funit, s'po guxojmë me thonë veç se nëse merr mraz, mundet me kone e funit, po nëse s'merr mraz, ka këtu edhe 1 muaj ditë speca. Është jashtëzakonisht e mirë. Që ky prodhim i qisaj Sumburke është në fshatin Njashanic, në fermën Agrolabi. Kemi prodhim, kemi bereqet, tanat na i ka falë Zoti, me rrugë jem problem, me rrugë fushore, shumë jem problem, në perara të fshatit, po nuk na nxjerrin problem. Na mungon rruga fushore, na mungon, nuk ka zhavër as një pjesë, edhe gjatë vjesht të zvëndshme, gjatë pranverës hershme, kemi shumë probleme me udhëtu me vetura kësaj, që nuk është luks, po na duhen kjerët mi marrë me veti për punë. Fshati Jashanic është një fshat i bukur, dallon prej shumë fshatra tjera, që në mas madhe fshatra tjera kanë fillu të zbrazen, ndërsa në fshatin Jashanic është një gjallëni, akoma një gjallëni shumë e mirë, shumë e bukur, nuk gjon as një tokë, as një ardë, nuk gjon djerrin, të gjithë punojnë, ka shtalla që i mbajnë mbi 100 copa lop, ka ferma ndryshme, ka bizneset ndryshme, ka restorante në fshatin Jashanic, është një gjallëni shumë e mirë, shumë e bukur.